Nga burgu në pallat, Zanafilla 41, vargjet kyçet kapitullit. 2 vjet më vonë faraoni pa një ëndër, vargu 1. Jozefi ju përgjigj faraonit duke thënë: "Nuk jam unë, do të jetë Perëndia që do t'i jap faraonit një përgjigje të favorshme." Vargu 16. Dhe faraoni u tha shërbëtorëve të tij: "A mund të gjejmë një njeri si ky tek i cili të jetë fryma e Perëndisë?" Vargu 35. 13 vjet. Kaq kaloi Jozefi nga pusi tek pallati, i shitur si sklav në moshën 17 vjeç. U bë sundimtar i Egjiptit në moshën 30, vargu 46, dhe gjithçka ndryshoi brenda një dite. Në mëngjes ishte i burgosur, i harruar. Në mbrëmje ishte njeriu i dytë i perandorisë më të fuqishme të botës. Perëndia punon ngadalë për vite dhe pastaj shpejt brenda një ore. Konteksti historik dhe kulturor. Faraoni ishte më shumë se mbret. Egjiptianët e konsideronin Perëndi të gjallë. Prandaj kur ai pa ëndra që si kuptonte ishte krizë e vërtet. Perëndia i tyre kishte marrë një mesazh dhe se dinte kuptimin. Thirri tërë magjistarët dhe të diturit e Egjiptit, vargu 8. Pra elitën fetare shkencore të vendit, me shkolla, libra dhe tradita mira vjeçare. Askush nuk mundi, dhe pikërisht atëherë Perëndia solli një të burgosur hebre. Pse ëndrat për lopët dhe kallinj, sepse gjithë jeta e Egjiptit varej nga lumi Nil. Çdo vit ai vërshonte dhe linte baltën diellore. Nëse nuk vërshonte mjaftueshëm, vinte uria. Lopët që dilnin nga lumi ishin simboli më i qartë i mundshëm për bollëkun ose zin. Perëndia foli me faraonin në gjuhën që ai e kuptonte mirë, dhe prap i duhej dikush nga jashtë për t'ia shpjeguar. Vargjet 1 deri në 8, 2 vjet më vonë. Kapitulli hapet me 3 fjalë që peshojnë shumë. 2 vjet më vonë. 2 vjet pasi kupëmbajtësi e harroi. 730 ditë të tjera në burg, pas një shpresë të re, dhe pastaj papritur, faraoni pa një ëndër. Vini re, nuk ndodhi asgjë sepse Jozefi bëri diçka. Ai nuk shkroi ankesa, nuk organizoi arratisje, nuk gjeti lidhje, ai thjesht qëndroi besnik dhe priti. Dhe në kohën e caktuar, Perëndia trazoi gjumin e mbretit më të fuqishëm të botës së asaj kohe. Kur Perëndia do të lëviz jetën tënde, s'ka nevojë për ndihmën tënde. Ai mund të përdorë edhe një ëndër të një njeriu që as nuk e njeh emrin tënd. Vargjet 9 deri në 13, ku përmbajtësi kujtohet më në fund. Kur askush nuk shpjegoi dot ëndrrën, ku përmbajtësi kujtua: "Sot kujtoj fajet e mia", vargu 9. 2 vjet e mbajti gojën e mbyllur. Dhe as tani nuk foli nga mirënjohja, foli sepse ishte çasti i përshtatshëm dhe donte të dukej i dobishëm para mbretit. Madje as emrin e Jozefit nuk e tha, por një djalosh hebre, shërbëtor i kapitenit të rojës, vargu 12. Kjo është e vërteta e hidhur për ndihmën njerëzore. Shpesh vjen vonë, jo nga zemra, dhe ndonjëherë dhe pa e njohur plotësisht atë që na ndihmoi. Kur vini re, Perëndia e përdori prap. Ai nuk pret njerëz me motive të pastra për të kryer planin e vet. Nëse ke pritur që dikush të kujtojë dhe nuk ka ndodhur, mos u dëshpëro. Perëndia mund ta bëjë të kujtohet pikërisht në minutën që ka rëndësi. Vargjet 14 deri në 16. Nuk jam unë. E nxorrën në nxitim nga burgu, e ruajtën, i ndërruan rrobat dhe e çuan para faraonit. Përfytyrojeni, pas 13 vjetësh skllavërie e burg, ai qëndron para njeriu më të fuqishëm të botës, dhe faraoni thot: "Kam dëgjuar se ti di të shpjegosh ëndrat." Vargu 15. Ky ishte çasti kur Jozefi mund të kishte thënë: "Po, unë di." Një fjalë e vetme dhe do të kishte nisur rrugën drejt lirisë, por ai tha: "Nuk jam unë, do të jetë Perëndia." Vargu 16. 13 vjet vuajtje nuk ja kishin ngrënë për ulësi. Dhe kjo është prova e vërtetë e karakterit. Çfarë thua për veten kur ke gjithçka për të fituar? Jozefi e humbi rastin për të dukur dhe fitoi gjithçka. Fitoi Zotin. Vargjet 17 deri në 36. Shpjegimi dhe këshilla. Faraoni tregoi ëndrat dhe Jozefi i shpjegoi. 7 lopët e majme dhe 7 kallinjt e plot janë 7 vjet bollëk. 7 lopët e dobta dhe 7 kallinjt e tharë janë 7 vjet urije.
Dhe përsëritja e ëndrrës do të thotë se gjaja është vendosur nga Perëndia dhe Perëndia do ta kryej shpejt. Vargu 32. Por pastaj Jozefi bëri diçka që askush nuk ja kishte kërkuar. Dha një plan, vargje 33 deri në 36. Gjeni një njeri të mençur, caktonin mbikëqyrës, mblidhni një të pestën e prodhimit gjatë 7 viteve të mira. Ruajeni për 7 vite të këqija. Ai nuk u ndal tek shpjegimi, por dha dhe zgjidhje praktike. Shikoni pak. Kjo tregon diçka të rëndësishme. Besimi tek Perëndia nuk e zvendëson punën e mençur. Jozefi besonte se ëndra ishte nga Perëndia dhe pikërisht prandaj propozoi një plan konkret. Pesh mendojmë se lëreni në duart e Zotit, do të thotë mos bëjmë asgjë. Jozefi na tregon diçka ndryshe. Dëgjoje Perëndin dhe pastaj vepro me gjithë mendjen që të ka dhënë. Vargje 37 deri në 45. Nga që Elia në karrocën e dytë. Dhe faraoni pyeti oborrin: "A mund të gjejnë një njeri si ky, tek i cili të jetë fryma e Perëndis?" Vargu 38. Vini re, kush e tha këtë? Një mbret pagan që adhuronte perëndi të tjera. Ai e njohu se te ky i burgosur kishte diçka që nuk e kishin as priftërinë e tij. Prania e Perëndis tek një njeri shihet edhe nga ata që nuk e njohin Perëndin. Dhe brenda pak minutash unaza e faraonit në dorë, rroba e lirit të hollë, Gjerdan Ari, karroca e dytë e mbretërisë dhe një emër i ri egjiptian. Nga që Elia në krye të shtetit në një ditë. Por vini re çfarë nuk ndryshoi. Jozefi nuk kërkoi akmarrje ndaj Potifarit, nuk kërkoi të gjendej gruaja që shpiti, nuk kërkoi llogari nga kupëmbajtësi. Kishte tashmë fuqi ta bante. Pushteti tregon kush je vërtet dhe Jozefi mbeti i njëjti njeri. Vargje 46 deri në 57, 2 djemë dhe 2 emra. Erdhën 7 vitet e bollakut dhe Jozefi mblodhi grur si rara e det. Aq sa pushoi së mbajtur i llogari, vargu 49. Dhe i lindën 2 djemë me emra që tregojnë gjithë udhëtimin e zemrës së tij. Manasi. Perëndia më bëri të harroj tërë mundimet e mia dhe tërë shtëpinë e atit tim. Vargu 51. Kjo nuk do të thotë se harroj familje. Kapitujt e ardhshëm tregojnë se i kujtonte mirë. Do të thotë se dhimbja pushoi së sunduar i mbi të. Perëndia nuk na fshin kujtimet, na heq tumbin prej tyre. Efraimi. Perëndia më ka bërë frytdhënës në vendin e hidhërimit tim. Vargu 52. Vini re, nuk thot pas hidhërimit, por në vendin e hidhërimit. Egjipti ishte vendi ku vuajti dhe pikërisht aty Perëndia e bëri të jap fryt. Ndonjëherë Perëndia nuk na nxjerr nga vendi i dhimbjes, na bën frytdhënës brenda tij. Pastaj erdhi Uria, mbi tërë faqet e dheut, vargu 56, dhe të gjithë vendet vinin në Egjipt për të bler grur. Dhe kështu përgatitet skena për kapitullin tjetër. Mes atyre që do të vinë të kërkojnë bukë do të jenë 10 burra nga Kanani. Fjalët kyçet kapitullit. Nuk jam unë, vargu 16. Në origjinal janë vetëm 2 fjalë. Biladai, pa mua, do më thënë kjo s'ka të bëj me mua, është fjala më e shkurtër dhe më e madhe e Jozefit. Ai e dinte se dhuntia e tij ishte dritare, jo dritë. Gjon pak zori do të thoshte të njëjtën gjë. Unë nuk jam Krishti. Gjoni 1:20. Fryma e Perëndis, vargu 38. Shpreha origjinale Ruah Elohim. Era e parë në Bibël që kjo shprehje përdoret për një njeri, sepse më përpara është përdorur vetëm te krijimi, kapitulli 1 vargu 2. Dhe thot një faraon pagan. Fryma e Perëndis mbi një njeri është diçka që shihet në urtësi, në qëndrueshmëri, në karakter dhe jo vetëm në fjalë. Manas, vargu 51, nga folja Nashah, të harrosh, jo harrese kujtesës, por çlirim nga pesha. Ka gjëra që si harrojmë dot, por Perëndia mund t'i bëj të mos na sundojnë më. Efraim, vargu 52, nga parah, të japësh fryt, të shumohesh, frytdhënës në vendin e hidhërimit. Ky emër është dëshmi e gjallë që Perëndia mund të mbjellë fryt pikërisht në tokën ku ne kemi derdhur lot. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Rruga e Jozefit, nga poshtërimi tek lartësimi, është pikërisht rruga e Krishtit. E përuli veten duke u bërë i bindur deri në vdekje,
deri në vdekje të kryqit. Prandaj edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër. Filipianët kapitulli 2 vargjet 8 deri në 9. Jozefi nga pusi tek qelia dhe nga qelia tek froni. Krishti nga grazhdi tek kryqi dhe nga varri tek e djathta e atit. Dhe të dy morën një emër të ri në çastin e lartësimit, vargu 45. Të dy u bën burimi i vetëm i bukës për botën e uritur. Jozefi mbajti grurin e Egjiptit dhe faraoni u tha të gjithëve, shkoni tek Jozefi dhe bëni ç'ju thot. Vargu 55. Maria do të thoshte të njëjtat fjalë për birin e vet. Bëni gjithçka që t'ju thot. Gjoni 2:5. Dhe buka. Jezusi e mori atë figurë dhe e vuri mbi vete. Unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të ketë më kurrë uri. Gjoni 6:35. Jozefi shpëtoi trupat për një brez, Krishti shpëton shpirtrat për jetë. Dhe një gjë të fundit për ata që presin, Jozefi ishte 30 vjeç kur filloi shërbimin e vet, vargu 46. Davidi ishte 30 vjeç kur u bë mbret. E dyta Samuelit 5:4. Dhe Jezusi ishte rreth 30 vjeç kur filloi shërbesa. Luka 3:23. Perëndia nuk e nxiton përgatitjen. Vitet që duken të humbura janë vitet e formimit. Ka dhe diçka tjetër që nuk duhet humbur. Jozefi u bë shpëtimtar i botës pa e ditur bota. Njerëzit që vinin nga çdo vend për grur, nuk e dinin se ai ishte një hebrej shitur si sklav, kishin shpifur dhe e kishin burgosur. Ata thjesht merrnin bukë. Kështu edhe me Krishtin. Bota merr çdo ditë mëshirë, ajër, shi dhe bukë nga duart e tij pa e njohur. Dhe një ditë si vëllezërit e Jozefit do vinë ta shikojnë sy për sy atë që i mbajti gjallë. Çfarë mësojmë nga ky kapitull? Bujqi tanë e din ulliri nuk e mbjell për vete, e mbjell për fëmijët. Do vite derisa të jap frut. Po kur jep për brezni. Perëndia punoi 13 vjet tek Jozefi para se ta përdorte për 17 vjet shpëtimi. Dhe nga ky kapitull neve mësojmë. Së pari, vitet e pritjes nuk janë vite të humbura. 13 vjet nga pusi tek froni. Në ato vite, Jozefi mësoi që të fliste gjuhën e Egjiptit. Mësoi si funksiononte një shtëpi e madhe. Mësoi administrimin në burg. Gjithçka që do t'i duhej si governator. Perëndia nuk të marr në pritje, por në shkollë. Së dyti, thuaj nuk jam unë kur vjen lavdërimi. Momenti më i rrezikshëm nuk është kur na kritikojnë, por kur na lavdërojnë. Jozefi kishte gjithçka për të fituar duke thënë, po, unë e di. Dhe tha Perëndia, kur dikush të falenderon për diçka që Perëndia e bëri përmes teje, mos e mbaj lavdin për vete, por kaloje lart. Së treti, besimi nuk e zvendëson planin e mençur. Jozefi shpjegoi ëndrrën dhe pastaj dha një plan me numra. 1/5, magazina, mbikëqyrës. Të besosh tek Perëndia nuk do të thotë të mos planifikosh. Do të thotë të planifikosh me ta. Jo pa të, lutu dhe pastaj puno me gjithë mendje. Së katërti, mos u akmerr kur të vjen fuqia. Jozefi u bë i dyti i Egjiptit dhe mund të kërkonte llogari nga kushdo, por nuk e bëri. Pushteti nuk e ndryshoi karakterin e tij, vetëm e zbuloi. Kur të vijë dita që ke fuqi, ke autoritet mbi dikë që të ka lënduar, do të tregohet kush je me të vërtetë. Së pesti, leri dhimbjes emrin që i takon. Manas dhe Efraim, Perëndia më bëri të harroj dhe më bëri frytdhënës në vendin e idhërimit. Jozefi nuk e mohoi dhimbjen, i vuri emër dhe e vendosi nën Perëndin. Po ti, ç'emër do t'i vije dhimbjes tënde? Ajo që më shkatërroi apo vendi ku Perëndia më bëri frytdhënës? Së gjashti, Perëndia mund të ndryshojë gjithçka brenda një dite. Në mëngjes, Jozefi ishte i burgosur. Në mbrëmje, ishte guvernator. Nëse sot jenë një situatë që duket e pandryshueshme, kujto se Perëndia s'ka nevojë për vite për të ndryshuar rrethanat e tua. Ai ka nevojë vetëm për kohën e duhur. Çfarë mësuam nga ky kapitull? Zanafilla 41 na tregoi 2 vjet të tjerë pritje. Dhe pastaj një ëndër që trazoi mbretin më të fuqishëm të botës. Një kupëmbajtës që u kujtua vonë dhe pa zemër, por që Perëndia e përdori prapë.
Një të burgosur që tha nuk jam unë, kur kishte gjithçka për të fituar. Një plan të mençur që dolin nga një zemër besimtare. Një faraon pagan që njohu frymën e Perëndisë tek një hebre. Dhe dy djem me emra që tregojnë shërimin, Manas dhe Efraim. 13 vjet përgatitje, një ditë ngritje. Mbaj mend këtë varg. Perëndia më ka bërë frytdhënës në vendin e hidhërimit tim. Zanafilla 41:52. Perëndia nuk na nxjerr gjithmonë nga vendi i dhimbjes, por mund të na bëjë të japim fryt pikërisht aty. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë në gjithë secilin prej jush, Zoti ju bekoft.